Bëhet fjalë për 1600 efektiv policie, të cilët janë angazhuar në këtë protestë të thirrur nga ana opozitës, ku në fakt përveç forcave të policisë të Tiranës ka edhe forca mbështetëse të tjera nga qytetet e tjera të vendit, për cilët Tara, po tani të dëgjoj, po. Bëhet fjalë për 1600 efektiv policie të cilët janë angazhuar për mbarvajtjen e kësaj proteste ditën e sotme, ku përveç atyre të policisë së Tiranës janë angazhuar edhe efektiv të policisë nga qytetet e tjera të vendit. Gjatë ditës së sotme që prej orës 15 është bllokuar pikërisht zona përballë kryeministrisë që përkon pikërisht me bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke nisur nga Ministria e Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, ndërsa rrugët të cilat do të jenë të bllokuara deri në përfundim të këtij tubimi janë rruga Papa Xhampali 2, rruga Ukraina Lir dhe rruga Ismail Qemali. Për gjithë ata teleshikues të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment, bëhet fjalë pikërisht për akset kryesore të cilat të lidhin me kryeministrinë, atje edhe ku do të zhvillohet kjo protestë ditën e sotme. Policia e Tiranës është njoftuar për nisjen e kësaj proteste pikërisht në orën 5 të pasdites dhe në fakt pritet që të përfundojë në orën 9 të darkës, siç është njoftuar policia e Tiranës, por kjo mbetet për të parë nëse do të zbatohet gjatë ditës së sotme edhe ky orar i bërë me dije nga ana e strukturave të Partisë Demokratike, të cilat ka njoftuar drejtorinë vendore të policisë së Tiranës. Ndërsa që prej mbrëmjes së shkuar alba, të gjitha rrugët të cilat të lidhin me kryeministrinë është ndaluar parkimi i automjeteve në këto akse kryesore që të lidhin edhe me kryeministrinë. Deri në këtë moment ajo çfarë shikohet është se punonjësit e policisë janë të pozicionuar pikërisht përballë kryeministrisë, ku është vendosur edhe kordoni, janë forcat e rendit të cilat janë tashmë të vendosur para kryeministrisë, po ashtu në gatishmëri për çdo incident të mundshëm janë edhe forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat Renea, të cilat janë të dislokuar pas kryeministrisë dhe në çdo rast incidenti do duhet të bëhet më pas edhe ndërhyrja e tyre. Si në godinin e kryeministrisë, po ashtu edhe në godinin e kuvendit janë të vendosur gjithashtu snajperistët, një masë e madhe si në çdo protestë tjetër kombëtare të thirrur nga ana e opozitës. Gjithashtu që prej mbrëmjes së shkuar është bërë edhe blindimi i dyerve të kryeministrisë, kjo në një masë e madhe në fakt edhe gjatë foltoreve që zhvillon çdo të hënë opozita para kryeministrisë. Tashmë mbetet për të parë se sa do të zgjas kjo protestë dhe se si do të jenë edhe skenarët e kësaj proteste mbrëmjen e sotme, në rast se do të ketë zhvendosje apo lëvizje të protestuesve nga kryeministria në institucionet më të rëndësishme të vendit, dhe për këtë gjithashtu janë në gatishmëri policia rrugore me qëllim që të bëhet e mundur lëvizja e lirshme e pjesëmarrësve që janë në këtë tubim dhe nga ana tjetër të zgjidhen të ketë rrugë alternative për të gjithë drejtuesit e mjeteve, për cilat në fakt policia ka kërkuar mirë kuptimin e tyre që deri në përfundim të këtij tubimi të ditës së sotme të zgjedhin rrugë alternative në mënyrë që të mos bëhen pengesë për zhvillimin e kësaj proteste. Kjo është edhe protesta e dytë kombëtare e thirrur nga opozita që prej zgjedhjeve të parlamentare. E qartë, Sara, të falenderoj për këtë analizë që bërë edhe detajet që dhe sa e takon gjithë forcave 1600 policëve dhe efektiveve blu që janë në terren për mbarvajtjen e kësaj proteste kombëtare, ndërkohë do të zhvendosemi edhe në momente të tjera sa e takon kësaj proteste për ta pasqyruar në fakt në disa kënde dhe pastaj derisa të kemi edhe nisjen zyrtare me fjalët hapse dhe fjalët përshëndetëse që vijnë nga eksponent Partisë Demokratike, por edhe vetë lideri i saj zoti Sali Berisha. Mendimin e regjisë do të kalojmë tek Arditi, por në këtë moment janë këto pamje që vijnë drejt për së drejti nga ambientet përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku në fakt janë grumbulluar protestuesit qytetarët, por nga ana tjetër shohim edhe kordonin e policisë efektive të blu që janë shumë pranë perimetrit hyrjes të kryeministrisë, ambienti blinduar që mbrëmjen e kaluar. Tradit kjo siç artikuloi dhe kolegja Sara Demushi e çdo foltorje të së hënës, ndërkohë që besoj që janë edhe masa më të shtuara sa e takon kësaj proteste kombëtare, ku në fakt pjesëmarrja është në mënyrë eksponenciale edhe më e madhe.